Raporti I fundit është njëri ndër më të mirët deri më tani, tha kryeministri Mickovski pas raportit më të ri të Komisionit Evropian për sundimin e ligjit, në të cilin janë përfshirë vërejtje lidhur me pavarësinë e gjyqësorit. Kryeministri Mickovski thotë, le të ketë kritika, por unë nuk do ndalem së komentuari për gjendjen sado raporte të duan le të publikohen. Në pjesën e vërejtjeve të përmendura në raport se duhet t'u jepet buxhet më I madh, Mickovski thotë, para nuk do të marrin më. Мене ми е тоа работа да јас јавно ги повикувам судиите и обвинителите да испорачат правда и ќе продолжам во таа насока да коментирам колку сакаат извештаи нека се објавуваат. Имам да ќе продолжам додека не видиме напредок во испораката на правдата. Тоа е прво. Второ, пари повеќе нема да добијат. Пари нема да добијат, иако се бара и во Законот за јавно обвинителство да се стави сума од 0,5% од буџетот, нема да добијат затоа што не ги заслужиле. Reagoi LSDM, nga kjo parti thonë se në raport qartë dhe pa më dyshje vërejet ndërhyrje dhe presion ndaj gjyqësorit dhe prokurisë nga përfaqësues të pushtetit se nuk ka reforma dhe ka korrupsion të përhapur, gjërësisht dhe tender problematik. Zëdhënësja e partisë Bogdanka Kuzeska dha shembuj për të cilët tha se e konfirmojnë ndërhyrjen e pushtetit. Ова, почитувани, не е општа критика, ова е директна дијагноза за состојбата во која се наоѓа правосудниот систем во Македонија под актуелната влада на ВМРО ОКГ. Изборот на новиот државен обвинител беше јавно најавуван и управуван од самиот премиер Мицковски преку телевизиска емисија, што е директна повреда на уставната независност на обвинителството. Мицковски јавно дискредитираше обвинителка со навреди како медиокритет, покажувајќи дека нема намера да ја почитува волјата на професионалните тела, туку сака да наметне своји кадри. Në raportin e Komisionit Evropian, kritikat kryesore janë të drejtuara ka ndikimi politik dhe zbatimi pamjaftueshëm I masave kundër korrupsionit, ku theksohet qartë se pavarësia e gjyqësorit në Maqedoni është e rrezikuar nga presionet dhe ndërhyrja e degave të tjera shtetërore. Njëkohësisht në raport problematizohet edhe mënyra në të cilën u shkarkua ish prokurori publik Lupço Kocevski. Ndërhyrja dhe presioni nga degët e tjera të pushtetit vazhdojnë të shkaktojnë shqetësime serioze lidhur me respektimin e pavarësisë gjyqësore. Pavarësia e gjyqësorit dhe autonomia e prokurisë janë të minuara nga ndarja e pamjaftueshme buxhetore. Procedura për shkarkimin e krye prokurorit zbuloi rrezik nga politizimi dhe mangësi në rregullat për shkarkim. Si përfundim I përgjithshëm, në raport thuhet se efikasiteti I sistemit gjyqësor vazhdon të bie dhe se perceptimi për pavarësinë e gjyqësorit në vend mbetet shumë I ulët.